Vite më parë, nga viti 1993, mora albumet e vjetra fotografike nga Polonia dhe ja ku i pash për të parë fotot e saj. Ajo që më maniti ishin veshjet e saj turke, shkruani lirë seci në rrjetin social. Gjashmëria e pagabueshme me këmisha të bardha, me vija të zeza në të dy anët, forma identike, madje të njëjta dekorime në të dy anët e xhepave. Albumi ishte në polonisht, një gjuhë që nuk e dija dhe në rastin e parë që më dha. E pyeta profesorin e madh Ramadan Sokoli për këto foto. Profesori qeshi dhe më tha: se nuk i kam parë fotot e goralëve, malësorve nga Polonia dhe Slovakia. Ata jetojnë në zonat kufitare mes këtyre vendeve. Janë i lirë tanë që kanë mbetur si xhepa etnik në këto male derisa kanë qenë gradualisht u slavizuan, por me më shumë fanatizëm mbrojtën veshjet dhe etnopsikozën e tyre paraslave. Shekuj dhe ndikimi slav kanë pasur efektin e tyre, por veshja dhe veshja e tyre dëshmojnë qëndrimin ndaj slavizmit. Ata kanë shumë vallet e ngjashme me ne, sidomos vallet e tyre janë kopje të valleve tona malore. Profesori më befasoi dhe më shumë edhe më shtoi kurreshtjen. Në vitin 2001 erdha në SBA dhe puna ime e parë ishte puna në një fabrika shënësore në Bronx, ngjitur me stadiumin e ekipit të famshëm të bejsbollit Yankee. Pranë meje ishin disa punëtorë të vjetër polak, si zakonisht me ata që kalojnë shumë kohë në punë. Disa prej tyre kishin një kalendar nga vendindja. Ishte një kalendar me foto nga Gorales. Fotot tona ishin nga ky rajon malor i Polonisë. Punëtori i vjetër që vendosi kalendarin ishte Goral. Gjatë një viti që punova atje, pa kohë të pyes kolegun Goral për fat, ai ishte deputet dhe më përgjigje pa hezitim. Nuk jemi si polakët e tjerë, më tha Goral si. Ne ishim aty kur erdhën këto fise në Poloni. Sllavat erdhën në dallë dhe ishin shumë. Mos u përzjeni me ta, na mësonin këtë. Malet në të cilat gjetëm stre dhe mbrojtje. Ajo që më tha ky zotëri, në punë si një vendas nga zona e maleve të Gorales, më shtyu dhe kërkoja pa lodhur në atë zonë duke ditur anglisht dhe duke hyrë në biblioteka, një nga një. Ndër gjërat e para që mësova për goralet ishin dy. Arsyeja e dytë ishte se antropologu më i madh në botë, Carlton Sakun, nuk i klasifikoi goralet si slav në bazë të përmasave të kafkave dhe madhësisë së trupit, dhe arsyeja e dytë ishte se goralet nuk miratoheshin nga polakët për shkak të pushtimit të Polonisë dhe Slovakisë. Goralet u trajtohen ndryshe nga gjermanët nazist, sepse nazistët nuk i konsideronin goralet si slav. Vetë goralet e braktisur nuk kishin marrë pjesë në fushatat naziste dhe as nuk kishin sulmuar bashkombësit e tyre, por polakët ishin ende të mbushur me zemërim, sepse gjermanët nuk i kishin masakruar as ata. Në leximat mësova se atje kryesisht në Beskidët e famshëm. Pse janë të famshëm Beskidët? Profesor Çabeje shpjegoi emrin e Beskidëve nga emri bjeshk dhe kjo teori ka marrë vëmendjen dhe respektin e ekspertëve të etimologjisë të mbar botën. Normalisht slavët do të kundërshtojnë këtë gjë, siç kanë kundërshtuar çdo gjë tjetër, por vetëm se kanë vonuar pranimin e kësaj të vërtete, sepse nuk kanë mundur të gjejnë ndonjë shpjegim tjetër për këtë emër deri më sot. Gjuhëtarët normal, dasianës e pranojnë këtë sot përgjithsisht. Origjina e emrit Beskidy nuk është sqaruar përfundimisht, është sugjeruar një origjinë trake ose ilire. Megjithatë, asnjëra nga teoritë nuk merr mbështetjen e shumicës nga gjuhëtarët. Fjala gjendet në shumë emra mallesh në Karpate dhe zonat fqinje të Ballkanit, për shembull në Alpet shqiptare. Emri slovak Beskids i referohet malleve polake, Bieskadi, që nuk është sinonim për Beskidët tanë, por një varg i vetëm malor, që i përket Beskidëve lindor. Sipas një teorie tjetër gjuhësore, ajo mund të lidhet me gjermanishtën e mesme të ullët, Beska, që do të thotë pellgu i mbledhës. Historikisht termi është përdorur për qindra vjet për të përshkruar zonën që ndan Mbretërinë e Vjetër të Hungarisë në Mbretëria e Vjetër e Polonisë. Në vitin 1269, mallet Beskidy njiheshin me emrin latin Pesca dal Bes Polonia, përkthyer si mallet Beskidy në Poloni. Origjina e emrit Beskidy nuk është sqaruar përfundimisht, është sugjeruar një origjinë trake ose ilire. Megjithatë, asnjë teori nuk ka marrë ende mbështetjen e shumicës në mesin e gjuhëtarëve. Fjala gjendet në emra të shumt mallesh në Karpate dhe rajonet fqinje. Kuptohet se political correctness, famkeqi, ka ushtruar presionin e saj në këtë rast, siç na ka ushtruar edhe në raste të tjera të këtij lloji, për faktet tona flasin vetë. Goralet nuk janë slav. Emri Gorals vjen nga shqipja, mallësor. Ata u dhan polakëve, të cilët formuan shumicën pasi morën vendin, por kjo nuk do të thotë se janë domosdoshmërisht slav. A i ka trajtuar njeri këtë moment si duhet? Kjo është pyetja e dur, sepse kjo temë meriton një studim serioz dhe meritor, duke pasur parasysh se në zakonet dhe zakonet e këtyre Beskidëve, në instrumentet e tyre muzikore, disa nga më të vjetrat, janë ruajtur elemente si iliro trake, si fustanella dhe gajdi që i kemi vetëm ne.